Mu ma futi kancerin jeta. Të gjithë gjërat e jetës janë përgjigjuar. Të thunën e ka bo jeta. Ka momentit të them sy. Egzofsh pra tashti. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, në fakt do të hap dritaren për Shpëtim Berishën, i cili është goxha i irrituar pasi vetëm përpara disa ditëve, në fakt përpara disa muajve më saktë, motra e tij Jeta Ulqini ka qenë këtu në live me mua, ka treguar një histori, por në fakt ka kërkuar ndihmë për motrën e saj me sindromën Down, për Nafien që t'i gjende një qendër se nuk kishte mundësi të arriste e vetme pasi motra dhe vëllezërit e kishin braktisur. Ndërkohë që ditën e sotme vllai i saj, Shpëtim Berisha, me banim në Itali, kërkon të reagojë dhe padyshim që unë do e dëgjoj zërin e tij. Por fillimisht për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur momentin kur Jeta Ulqini ka qenë me mua këtu në live, dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Po, problemi tash e ka vetëm me motrën, Odeta s'ka bëj për motrën mirë. A do tonë se nuk jam për shembull e zonja që unë kujdesa ma për të. E sindrom Down. Thjeshtë. Motra, është motra jo mbrapa. Po. Është me sindromën Down. Po. U afrua. Nafie, zemër, përshëndetje. Nuk flet mirë, Odeta, nuk flet mirë. Por nuk ka gjë, unë e kuptova. Unë e përshëndeta dhe ajo më përshëndeti. Motra ka pas jetu me nanën, kupton? Kur kisha gjallë, nanën vinte me një shtëpi me vllajën e vogël, kam pas edhe babën tim. Vllajën e kam pas, kupton, nuk ka qenë që për shembull, nuk ka qenë rob i keq, përpara se maku, si fëmijë me familje me gjithë, po mas martesës, pastaj ai nuk e diun me kur i them fjalës që me një gru që mos o zot. Mami shpresonte shumë aty me fjalë që do e marrte, kupton? Më thirri vllai i vogël telefon. Unë nuk kam asnjë lloj përgjegjësie ndaj motrës. Nuk është vetëm përgjegjësia e motrave, është një gjithashtu e kanë vëllezërit. Herën e funit që ishte këtu, ishte bashkë me djalin e gjajës tim, më tha nuk kam asnjë lloj përgjegjësie, tha, sepse unë tha nuk jam mirë me familjen time. Nuk ma dun troç, tha, nuk ma dun gruaja, nuk ma dun fëmijët. Por me kunatën tënde ke folur? Po dita në atë nuk flasot fare, unë sa ajo kur i them fjalës nuk di çfarë them, se çfarë robi mund të jetë. Tregojmë gjërat edhe budalliqe që ka bërë ajo përpara se me ikë në Itali me familjen time, dvesh ditur të kokë të sholele u bobo si është e mundur që nana jote ja ka lanë atë pasurinë atyre që ja ka kalu nga të farë mënyrë sa. Tortura shka heqë motra ime dhe nana ime ka e. Shumë keq, ka qenë robi shumë i keq, Odeta. Nuk ti që të tema. Odeta është shumë e vështirë tisa, sepse kjo është me pampersa, Odeta. A kupton? Unë duhet kujdesem ta laj unë këtë vetë, sa nuk la do vetë, kupton? Dhe kjo ka qenë për shembull thotë do ikite shkolla, kupton? E ka të dëshirën, thotë do ikite shkolla, do dal xhiro. E ke parasysh se dhe unë nuk jam e fuqishme shumë që ta nxjerr, se kjo nuk hecën. A kupton? Shumë rrallë mund dalin nga shtëpia. Ajo është motra juaj dhe është e pafajshme. Ajo gjithkohon qëndron aty pas teje, shikoj imazhin e saj dhe është e pafajshme. Dhe është vërtet një histori që të dhëmb. Se nuk kam as besim jo që të ta çoj ato. Dhe sikur vllai të më thoshte që bjerë këtu në Itali, unë pranë nuk kam dashur të bëzoj të pasoj. Nafie, edhe unë të puth, kënaqësi që të pash sot dhe fola, dhe të përqafoj. Miru pafshim, zemër, miru pafshim. Miru pafshim. Do haj bukë, do flej gjukë, do pim kafë. E dëgjuam Jeta Ulqinin, e cila tregoi disa momente të vështira që kishte kaluar në jetën e saj dhe gjithë thelbi ishte për motrën Nafien që të gjendesh një qendër. Ndërkohë që vllai i saj, që kanë vite që nuk flasim, Shpëtim Berisha, do të japi një tjetër version ditën e sotme, kështu që do hap dritaren dhe ftoj menjëherë zoti Shpëtim. Shpëtim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe unë. Kam marrë disa në telefon. Kanë gjatë emisionin që ka dhënë Jeta dhe unë kanë qenë të uprish me familje, me fëmijë dhe me grua. Në këto gjëra që e ka folë që nuk janë vërteta, që unë motrën kam nënru me nusën dhe kam hangër lekët. Por unë kam imu të gjithë njerëzit zezë dhe motra, dhe për ato motrën dhe për ato nënën, të nuk i di gjërat sa ka vujt nëna ime dhe motra ime, ka qenë Greqi, ka qenë Gjermani. Dhe mu më thoshte gjithmonë nuk e punë ti me Elcën, me Nafien.
Por ndalemi pak, shpëtim. Që ka momenti, e ka qenë shtëpi, një vend shtëpi e pushimi, a vjen 750.000 lekë. Dhe këto 750.000 japim vëllezër motën a 50.000 lekë. Tash nuk kanë t'i pagoj, dhe di mora na motra tjetër që do të flasësh me jetën. Tash unë nuk kam punë fort flas me jetën. Se ajo i din gjë se ajo ka kujdestarin. Ajo ka drejtën ligjore që të eci me ecëm në afien. Unë ka 23 vite që jam i dalë nga nëna, nga motrat, jam me familjen time. Një mesën e kam bërë si vëllezërve, si motrave, një shok. Shpëtim, dalemi pak të lutem. Mund të më dëgjosh pak të lutem? Po. I dashur Shpëtim, ti je i irrituar, e kuptoj, nga ajo video ku motra jote ka qenë në live me mua dhe ka treguar historinë e vështirë të nënës së saj, që gjithë motra dhe vëllezërit e kanë braktisur nënën dhe të gjitha akusuret, hallet më kanë ngelur mua, tha Jeta. Nuk është e vërtet. Zoti ngjon lutjet e njerëzve dhe përgjigjet. Dhe unë sot Zoti më shpërgjigj lutjet dhe dje. Dhe kam dashur që nusja ime ka 15 vite në Itali që jeton bashkë me mua, me familjen time. Dhe fëmijët e mi ka rrit populli italian. Kur ne punonim na di larg shtëpisë, fëmijët e mi ka rrit populli italian. Dhe ja di po ndër Itali, që fëmijët e mi nuk kanë pas 100 lekë për një panine për fëmijët në Shqipëri. Dhe vujtjet i ka heqë motra Tiranës. Tezja ime, momentin ku ka vdek nëna ime 3 muaj para vdekjes, ka nek ditë na tezja dhe motra. E kam zemrën të vrarë, se motrës time i tha, bjere motrën ta shofi Elcën nga Gjermania dhe nuk e solli para vdekjes me pa nëna, bine smur. Dhe nënës time unë 2 muaj para operacionit, i kam shku për para vdekjes, ka me 7 ditë dhe nuk e ka majt as i vasi motër si që ka majt unë, me plame, me tshime. Dhe unë çdo 2 muaj, nëna ime është rrafur, nuk kam bërë kallëzim penal. Kush e ka rrahur? Nëna ime është janë marrë lekët, nënës time janë bërë shumë gjëra kur ishte gjallë. Një spital që çonte fëmia i merrte 10.000 lekë, 20.000 lekë ditën e punës për një vizitë. Kush e ka rrahur nënën? Nënën time ka rraf një vlla që ajo ka bo video me atë vlla dhe atë motë. Nëna ime kur ka ik me fiksime vdekur nga dajaku i vllajt. Ajo na fia është rraf nga i vllai. Dhe motra ime ka pas kujdestarin. Kishte ajo të drejt bonte denancim, ajo shkonte polici. Unë kam marrë shoqërinë time nga Shqipëria, kam shku në polici, kam bo denancim dhe nëna ime ka thënë nuk e fusë në burg. Dhe unë e kam në dorën në nënës time vujtjet e asaj, ka vujt shumë dhe kujdestarin. Dhe çdo gjë e ka jeta mbi kurriz. Ajo ka shqim Po ndalemi pak, Shpëtim, të lutem, ndalemi pak dhe më dëgjoj të lutem. Nëna ka vdekur. Gjithë problemi tani është me motrën e cila është me sindromën Down. Unë besoj që të gjithë ju keni përgjegjësi për motrën. Jo t'ja lini jetës të gjitha probleme dhe hallet e familjes. Mendoj unë. Më fali një gjë. Kur shteti e njeh ato me kujdestari. Kupton? Kur ajo e mori në Greqi për interesin e vet dhe të nënës time dhe shkoi në Gjermani për interesin e vet dhe të nënës time. Unë i kisha detyrimet, kam shkur 1-2 muaj, 1 muaj, ka qenë muhabeti për të ndarë nga familja këto rrugë Shqipëri Itali se unë kam qenë punë. Qoftë ti donon dhe moto shkon Shqipëri ka thënë familja. Jo Shqipëri Itali me borxhe dhe me probleme. E kupton? Dhe në fund kur nëna ime vdiq, nuse ime ran dakord, e kena fut familje se unë kam shku në avukat Shqipëri dhe në Itali, që na fjat vite që tonte me ne. I dashur Shpëtim, se u shpreve pak keq, nusja ime vendosi ta merrte motrën time na fien, por ti e ke për detyrë se e ke motër besoj. Nuk mund të lihet motra në rrugë. Kur unë isha ndarë, isha në Itali, dhe ajo e mori në Gjermani. Me vendim gjyqi me çdo gjë eci përpara një vit dhe nuk mori të drejtën, çfarë kishte nusja dhe unë. Po pse shikoni gjën kështu? Unë nuk dua të mbroj jetën se nuk e njoh fare jetën Shpëtim, por motra është edhe e jotja dhe e jetës. Nuk është një plack që e mori jeta ta mbaj jeta tani se ne s'kemi punë. Ajo është dhe motra jote. Alise kom, se ishte motra ime, unë e kam bërë atë sakrificën time, jo një rast, por në çdo moment, në çdo gjë. Po shumë mirë, bravo! E ke bërë për motrën tënde. Do këtu motra e Elca, po dhe vëllezrit, edhe nuset e vëllezve. Unë nuk kam lënë njëri tani mua, dhe nga një mesa që unë kam bërë shumë njerëzve, kanë hedhur poshtë. Mund të pyes çfarë ka ndodhur mes teje dhe jetës që ju s'keni më kontakte me njëri tjetrin? Tani ka ndodhur kjo.
Kur unë e futa në familje, certifikat familjare, për ta marrë në Itali, ai holli poshtë rrugët, mendimet e nusës dhe të mijat, kur unë shkoja, vizitoja nonën, vizitoja familjen, bosha probleme me fjalë që vëllezërit mos kishin probleme me nonën time, nuk i qytin motra ime, po ishte shumë nervoze, shumë kapriccioze. Por pse jeta u soll kështu me ty, që të ka vlla, kur ti po ndihmoje motrën që e keni me sindromën Down dhe ka nevojë për kujdesje të veçantë? Unë e kam la si burr vetë, motrën tim dhe nënën time. Jeta ishte në Gjermani dhe unë kam 7 ditë në nëstime, kam qaja ajo dhe unë. Dhe i thoshte dajës tim, kujdes qunin se të gjithë më urrenin, se unë kam qenë burr dhe gru, dhe si ishe i martur, dhe kus kam la nën e babë dhe motër. E qartë, por shtëpinë e nënës dhe të babait e gëzove ti, dhe aty ka pjesë edhe motra jote Nafia që është me sindromën Down. Fali sekond, nëna ime e vdekjen, fëmijët e kanë respektu si një komshi, nuk e kanë një njëri me lekë, me vdekje, me smundhiqe. Nëna ime ka nejt një vit paralis krevat, bura ime dhe unë e kemi la bure gru, dhe nuk kena pranu tjerë, një vit. Por pse fëmijët e tjerë nuk vinin të kujdeseshin për nënën? Vinin, hanin, pinin, bonin si dasëm, dhe se kemi thënë, ne nuk majnë do të njëri në shtëpi, 20 vjet, 30 vjet çdo natë, po do majnë vetëm nënën tonë smur, dhe ju tjerë mund shkone në për shtëpitë e juve, se kjo është tradita shqiptare, po vini çofi motrën, tezën, hadhër. Kam thënë stop, unë nuk mund ta shty. Ato shpesat kush i ka po? Të gjithë gjërat e jetës janë përgjigjur. Edhe letat e shtëpisë, e çdo pagesë janë bërë nga shpejtimi, jo nga jeta nga tjetër. Akoma unë pagoj takset e shtëpisë, pagoj trollin, pagoj problemet e nënës time, borxhet e dritave, uji, gaz. Kush i pagon? I pagon jeta po Nafia? Por si do që të jetë, Nafia është me sindromën Down. Pra ti motrën e di që ka këtë gjë. Tani ju do ta lini në mes të rrugëve. Unë nuk e kam në mes rrugë. Unë qysh në momenti që ka shkute e shtëpia, e pushimit, unë i qoj nipit tim 100 euro 1-2 muaj. Edhe plus kam shkuj kam vizitu nga afër. Ai se kam pas mundësi me motrën tjetër. Kjo nuk qot një mes. Dëgjoj, shpëtim, që të jemi realist, po ta them për të disa të herë, jeta Ulqinin, motrën tënde, që ti nuk flet dhe nuk e kontakte, unë nuk e njoh personalisht dhe nuk e kam takuar asnjëherë në jetën time. Ajo ka qenë në një live me mua dhe ka kërkuar ndihmë që unë t'i gjeja një shtëpi pushimi, i thuaj ti, por ajo shtëpi, institucion, një stres për gjithë personat me aftësi të kufizuar, dhe ajo ka kërkuar ndihmën time që unë t'i gjeja këtë stres, sepse ajo nuk e mbante dot motrën me problemet që kishte në familje dhe pikërisht me të birin e saj. Dhe unë jam përpjekur që ta ndihmoj motrën tënde që ajo ta çojë te kjo stres Nafien, dhe Nafia ka disa kohë që ndodhet e vetme në një stres. Nuk ka asgjë të keqe kur ne nuk kemi mundësi të mbajmë njerëzit e familjes dhe të drejtohemi institucioneve, të kërkojmë ndihmë, qoftë për azil kur janë të moshuar, apo qoftë edhe për këtë shtëpi që janë persona me aftësi të kufizuar. Por ju jeni plot motra dhe vëllezër. Pse nuk ratni një gjuhë të përbashkët për të kujdesur për atë motër që ka nevojë për ju, dhe ajo ishte një dashuri e gjitha, sa unë kam folur me atë. Nuk të merr malli për motrën? Unë kur më merr malli për motrën, nuk pyes se ka tek apo nuk ka harxime. Shkoj e takoj dhe kthehem. Dhe nuk kam punë me jetën, se unë njëri që bën dhe nuk e quajn. Ti venin tim çfarë do bosh? Kur mu fëmija për llogari ku çon lekët, ka pas probleme tjeta unë se kam na nangët, ka pas probleme motra ime se kam na nangët. Tu nuk jam dakord unë. Tani të më kërkoj mua llogari, djalja apo vajza se ku i çoj lekët unë dhe çfarë bëj unë me lekët që punoj, unë këtë nuk e toleroj te fëmijët e mi. Jena familje, kena detyrim si italianë. Do të pagojmë qira, do pagojmë shpesa çdo gjë. Dhe Shqipëri Itali sot nuk ka motot, se ke boll rrugë Shqipëri Itali, vëllezër, motra, nipa, të gjithë njerëzit që kanë anagani, do shohim jetën tonë, patin tonë. Kur isha unë pa lek, dava njëri një lek. O shpëtim, patjetër që ti ke familjen tënde dhe primare për ty janë fëmijët, gruaja dhe familja që ke në Itali. Por nuk është justifikim që stop tani nuk kam punuar më me Shqipërinë. Po ke gjakun, ke familjen tënde në Shqipëri. Kur gjaku, as faleminderit nuk më kanë thënë. Kam vënë kokën
gëshëri të një fjalë popullore dhe nuk kanë thënë faleminderit, ku shumë njerëz ti e di shumë mirë problemet e punës që unë kam pas me noter, me avokat, me gjyqtar, dhe s'kam në gjopa bo për timu njerëzit, dhe në fund, ma ta ka dhe flasin keq. Të kam pyetur disa herë, pse me motrën tënde Jeta Ulqinin ti nuk flet? Çfarë ka ndodhur mes teje dhe asaj? Nuk flas për shumë gjëra, që vllai im ka desh me marrë kujdestarinë e Nafijes, me majt gruaja e tij dhe fëmia e tij kur bo për me Jeta, dhe Jeta nuk e la kujdestarinë. Kur ishte mos sigurt e vllai. Pse se la kujdestarinë dokumentat nusës vllait, po sa ta lëm provë një muj, ti me qenë vendin tim, a shkon më mirë ishte te vllaja apo ishte te Londri? Edhe është tur, kur një motre jone krinte te Londri te motra. Më siguri kishte te vllai, e te nusja vllait. Por pse mendon ti që më siguri dhe më mirë shërbimin ja bën nusja e vllajt se sa motra e saj, se s'jam dakord. Ajo e ka motrë, ajo e ka shpirt, e ka marrë në shtëpinë e saj të kujdeset. Më fal, motra e madhe nuk e mori të amante në shtëpi, Nafijen. Nuk ka folur me nusën e vllajt se e kishte ofendu, dhe i ka më thënë, do e mash për hator tim Nafijen, si prat vje marun, sa. Vjele motrën, ta marrin të kunata. Ma e thash, do flas në avokat, do flas në noter, do bëjmë letrat si mas ligit ma i kujdestarinë nusja vllajt. Pse që dorëzoj nusës vllajt? Po më dhe mas kujdestet. O, Shpëtim, po kjo nuk është arsye. Pse motra mbajti kujdestarinë e motrës dhe kujdes për motrën me aftësi kufizuara, ti nuk i flet, po kjo nuk është arsye tani të zihesh me motrën. Ti ju do t'i thoni faleminderit që ajo po e mban. Faleminderit e kur ishte mund, kur ajo pasë viste në me klente kujdestarinë, klente na fjen një bazë, jo ta lente në rrugë. Ajo se ka lënë. E kishte ajo me vendin shtet me ligj ligjore një kujdestarinë asaj. Komuna, do e një tjetër, jo shtëpimin dhe vëllezër dhe motra tjetër. Dhe motra dhe vëllezër kanë hangër, kanë pi, dhe gjithë buxhetin e legëve, gjithë interesin e nënës time e kanë ditë tjerë, dhe unë si fëmijë nuk e kam ditë. Momentin 2 muaj para vdekjes nuk ka thënë tezja, Shpëtim, lekë e vdekjes nëna jote i ka në gjendje. E me mendon tani çfarë diferimi është, Jeta e dinte gjithë gjërat, Jeta e dinte gjithë lojën e nënës time, familjet, dhe si mendon ti thjesht unë fëmijë dhe gru, për një Nafi dhe për një jetë? Po se tuaj ti për një Nafije, si kur ajo Nafia ti është komshia jote, ndërkohë që është motra jote. Nuk është komshi, unë e kisha bërë, e kisha majtë, edhe e bërë nga luftën për ta marrë në Itali dhe nuk ma lejoj motra. Se më shajt ofendon gruan dhe mu, ke qenë për çift Shqipërita, jo për motra, për nonë, për babë. Ti jam unë shkosh më? O Shpëtim, ti sa kohë ke që nuk e ke takuar Nafijen, motrën tënde, kur e ke takuar për e të fundit? Unë aty kam qenë para një muj, kam taku me motrën tjetër, kam çu atë që ishte për çu, regal, kam marrë lekët nipit, miru pafshim, edhe prapë për vitri do shkoj. Një 2 muaj, një 3 muaj, se aq është mundësia. Unë e takoj vazhdimisht, kur e ka pas Jeta, unë nuk kam shku. Rreth 8 muaj. 8 muaj nuk kam shku. Si është Nafia në qendër me që e ke takuar? Ajo është mirë, ka nevojë për njerëz për ta vizitu. Sigurisht. Ilaçe bën punë vetë, se ajo merr ilaçe për këtë problem. Kur shkon dhe e takon, të njeh ty si vlla, ka dashuri? Ajo njeh. Njeh si vlla, edhe nusën time e njeh. Mas 10 vite që ka pa nusën, ajo ka njoft. Edhe është e dashur, është e respektueshme, po Zoti unë i kam thënë fëmijëve të mi, edhe nëse unë vdes, atë kam kishman gjithë jetën. Se nga goja e vëllezërit mi dhe nga njerëzit e mi që ma lanë rrugë të madhe. Se ishte xhelozia madhe, se unë era në Itali me 6 herë dhe kam frikë për jashtë 3 muaj, jeta ime, dhe nuk i dim vujtjet e mia sa vujnë në Itali akoma nga ajo jetë. Patjetër, Shpëtim, emigracioni nuk është fush me lule, padyshim që ti sakrifikon aty. E pe qa punë e boj unë live pastroj këtu 8 orë 9 orë për 35 euro në ditë. Të besoj se nuk është e lehtë, absolutisht. Unë me nder live halet e këtyre për 5 euro dhe nuk e hell dot poshtë. Mendoj për fëmin, për nipin, për gjithë njerëzit që ka nevojë. Jo vetëm për Elcën, po kush ka nevojë kam unë, i kam respektu. Se Zoti thotë duhet të gjithë njerëzit mos bë dallim. Por sa kohë u bë që me motrën tënde Jeta nuk ka asnjë lloj kontakti që nuk flet? Kur unë kam gjuar intervistën, ka thënë mbesa ime e Greqisë, Shpëtim, gjaç, se kam rritun, nuk kalamete vëzë, 6 kalamaj kam rritun. Po. Kam larë, kam pastru, që ku isha beqar, se nusë vllai ka vdek me kancer, 37 vjeç.
Edhe unë kam vujtë shumë si me vlezër, si me motra, si me gjithë njerëzit, se ishte gjë që çuni funit është traditin e mojtë të gjithë njerëzit nga ananës për të respektu. Më ka thëndu se më ka thënë atë që ishte për thënë, ti s'ke shku për none, për babe, për motrën, ke shku për qefin e tuja. Kur unë kam nejtë 7 ditë spital, nuk beson njëri, pa hangër, pa pi, vetëm spital me problema. E një vllaj, një motrë nuk sa, ka ndrojmë një ditë këtë vllaj. A bot këtë gjë? Po ka marrëdhënie të ftohtë keni me njëri tjetrin ju motra dhe vëllezër? Ka qenë harmonia, po sa shetrime, xhelozia, leku, u shkatru njerëzit, nuk është si dikur që bëja unë për nusën e vaj, e merja në kurriz nga flaka, e kaloj me autobus, e qenë spital, se s'kishim lek pagonin 1 kimet, masha fmit e vaj, po sot nuk të marrë njëri, si që ka majtë unë, si që kam bërë unë. Sot një motor me pages nuk e marrë njëri, një motor me pages, nuk e marrë njëri, se ka qenë 750.000 lek në ujë. Kur është mundësia nuk se vajt me majtë në shpi, ti me qenë me një tima, a mund vështë tolerancë për motor vla, kur s'ka marrë një motor? Pse ti na fije si dërgon 750.000 lek në muaj, çfarë paguan ti? Do unë paguaj 50.000 lek. 50.000 lek? Për muaj. Po 750 është shumë mujore që paguaj për nafia. Për nafie sepse ajo është një qendër private, e kuptoj. Po, tani vlezët dhe motra nuk qenë lek. Si që është flerë mua betin filin nga 50.000 lek. Nuk i qojnë, se s'ka, dhe nuk du. Por kush e paguan tani qendrën e motrës? Unë kam qunita, ka qun pesa, ka qun një tjetër. Detyrime nuk e kam vetëm mu, e kam që gjithë. Patjetër e keni që të gjithë, dhe këtë po them, prandaj po ma abisni. Doni që atë motrë ta lini në rrugë. Çdo mua në detyrim të atë qoj. Ama për gjëra që flasin njerëzit, mas krave nuk më pëlqen se nuk shkatroj familjen time. Unë nuk shkatroj familjen, qoj lekun, qoj ajsa ka mundësi të miru pashin, ka që është mundësia ime. Ama se ti ke probleme familjare, shko në gjukat, shko ku dush, me rrugën tate. Ka liqë Shqipëria, polisaria, të pagesën, gjërat, kush mi bon mu? I dashur shpëtim, ti me motrën tënde jetën, sepse unë jetën njoh, ajo ka qenë në live me mua, ke shumë vite që nuk flet me të, realisht nuk të ka marrë malli, e ke motër. Si më merë madhe mu kur një vinë Gjermanisë pa hapte telefonin motra. Fliste mami ku ishte gjallë, dhe ajo nuk hapte telefonin. Boni qa boni Gjermani, unë nuk i ka një lugari qa ke marrë, sa s'ke marrë, qa ke bo me na fjetë. E si me marrë për këtë njerëz mu. Kur unë marrë boqë, një moj nën e babë dhe motor, dhe ti ma ullë poshtë. Ti e menon të gjëra që nuk janë të mira për një vallë dhe motor? Ty nuk ke si Gjermania dhe Greqia të mbajun kurrista që na fjen? Kur më thu, nuk e punë e motor, është gota e Ramës dhe e Rivës. Qa mund boj unë kur të thotë që të blusë? E ka manë, e kërkun Gjermani, ati në Greqi, a lyp një jesmur në Greqi, më tregoj që ti ligje, e përmajnë që me lyp një jesmur, Si? e të fitoja jo për interes? Ti po më tregon që jeta e ka nxjerrë motrën për të lypur në Greqi? Po, është e vërtet, dhe nuk kam bë kallëzim penal. Ka në momentit të them sy, ku kishte interes e mori në Gjermani për interes, tani shpun ka mu. E pur e ka thirrë nipi nga Greqia, me teze se nuk fiton lek, është tur për gjithë fisin e për vëllezërit për mota, këtë gjë që ka bë jeta. Ti e lejon motrën ta të cmu me lyp, Jo, në fakt ti është shumë e motrën rëndë. të bidon zemën, e ti dhe shketa për ndjek interesin, ndjek lekun dhe ullë të gjithë njerëzit. Nuk më pëlqen kjo, me mu i kam thënë nis edhe në qoftë se vdes, me vëllezër dhe motra italian do shkoj. Dhe unë nuk pranoj një njeri nga Shqipëria, sa njerëz që kam bërë dhe nuk ma ka qujtë. Dhe ti ke ndërmend që gjithë jetën nuk do e falësh motrën tënde dhe vëllezërit që ke në Shqipëri? Unë ka falë Krishti, bezojnë Krisht dhe nëna ime. Amanetin në nështim, unë deri sa që afër vetës. Të nëna ime nuk falë njeri mo se kanë vujtë shumë deri për. Ka arrit momenti që unë kam desë me vrarë vetëm nga vujtë që kam pasaj shumë. Dhe nuk i falë më njerëzit, se Zotin ka dhënë mundësi sot kam vëllezër dhe motra italian, dhe më ndihmoj më shumë se vëllezërit e mi gjak dhe më respektoj njerëzit italian. Dhe më nuk bëj për Shqipërinë, për njerëzit e mi, gjakun tim, se më kanë lirë poshtë në çdo moment. Shpëtim, është e rëndë kjo, të flakësh familjen. Jo, kur fëmijët e mi nuk i respektoj njëri dhe fëmijët e mi nuk i njohin njëri, është më mirë të jetoj si familje të riqet. Dhe nuk du të kalojnë stres dhe me probleme që
më ofendojnë qetë, duke qenë menen e qetë, se unë qëto gjë, kur gjoj lajmet e Shqipërisë, kur gjoj to njerëzit e smur, unë shajër qaj kur shof të intervista që shof televizor, si atë avukatën, si nuk më kujton, qaj nga zemra se kam një motër dhunë që si mund të aldi në rrugë të madhe. Nuk vlen leku sof, nuk vlen asgjë për harmonisë. Patjetër, familja është gjë më e shtrenjtë, pastaj mendoj leku. Pëlqen sherrë për fut ndërmjet njerëzve dhe Shqipëria më pa shumë gjëra, se unë kam punu me notë në avokat njerëzit pëlqejnë vetëm të shkatrojnë familje. I dashur Shpëtim, mirë jeta me ty si vlla, ka konflikte për shkak të nafijes. Por me nusën tënde? Nusja ime e ka ndarë me në vetë, thot, kanë fëmijët e mi, thot, jetën time, dhe nusja ime ka pas problemet e vete, smulli që ta bëj një operacion me tumor. Që kur momentin ka një gjysë që ka bërë të operacion me tumor e shumë probleme që ka heq, thot, vetëm fëmijët, burrin, i kanë bërë, thot, nuk du as fëmijët, as tu, thot, du kime qetë, thot, se është smulli e tillë. Nusja ime, thot, do marr hak, thot. Po unë nuk li njëri me marrë hak. Shpëtim, nëse motra jote jeta do të dëgjonte, çfarë do i thoshe? Ke një mesazh? Mesazhi im është këta. Zoti vepron tek çdo njeri dhe tek sa do veproj Zoti dhe do e ngrej çdo ditë siç po e ngren. Ky është mesazhi im. Dhe mos u bë për thashë teme me marrë njerëzit të përgoj. Shiko familjen tate, gjërat personale tuaja. Se e do vi një ditë që Zoti do e ngrej. Ma vjen keq. Më vjen keq që dëgjoj ditën e sotme mesazhe që vllai i përcjell motrës. Të gjithë njerëzit, puna jote dhe të gjithë televizion shqiptar që ndihmojnë njerëzit që smur, dhe njerëzit të varfër, Zoti i bekon gjithë shqiptarët që ndihmojnë njëri tjetrin. Por është gjë e mirë që jo ti ndihmosh dhe t'ja përmendash. Është më mirë që ta ndihmosh dhe mos kujtosh asgjë mbrapa. Qa ikën, shofim jetën për para. Shpëtim, unë të falenderoj që të pata sot në këtë live. Ti gjen një vend për Elcën, ta masi motrën tate, bon mirë që ta gjesh që tjetë e qeverisë, jo privat. Unë kam i Zotit pagoj privat. Është mirë që ajo me lekë e veta, mbyllit dhe tjetoj ato 5 ditë për lumë që mund tjetoj Elca. Ose na fije se e qëmë tjetë. Kjo është gavë, se ti ndihmon, gjen një njëri, ose e diçka, por tani mua ato, inshallah Zoti bekon ty dhe stafin tat. Falenderoj që të pata në këtë lidhje dhe uroj më të mirën për familjen tuaj. Uroj dhe unë punë të madhe. E dëgjuam Shpëtimi dhe sinqerisht më erdhi keq motra dhe vëllezër pas vdekjes së prindërve humbën kontaktet për shkak të konflikteve dhe gjithë konfliktet e kanë zanafillën pikërisht për motrën e tyre, Nafijen, kur ajo ngeli e vetme pasi nëna dhe baba i vdiq dhe askush nga motra dhe vëllezërit nuk kërkon ta marrin në shtëpi dhe të kujdeset. Por nusja e Shpëtimit, pikërisht Afrodita Berisha, e cila ka jetuar me vjerrën dhe me vjerrin si dhe me Nafijen, me kunatën me sindromën Down, kërkon që ditën e sotme dhe ajo të reagojë, kështu që hap dritaren dhe ftoi zonjën Afrodita. Ju pa qash nashë e mirë. Si je me shëndet? Në fakt më tregoj dhe Shpëtimi që ke probleme me shëndetin, të uroj të shkuara. Afrodita, por që ka ndodhur mes teje dhe kunatës tënde i jetës? Ishit e irrituar me atë videon që ju pat, kur ajo ishte live me mua dhe realisht akuzoi dhe ju edhe vllajin e saj që ka braktisur motrën? Niko këtu. Në qoftë se do me shpirt, se unë jam evangeliste, jam e pagzume prej 35 vjetëve. More vesh. Po. Qoftë se beson Krisht, ta kisha dit ashtu me zemën, kur s'kisha pranu me marrë Shpëtimin vllajin e saj në përbur. Kur? Se ajo ka komandu gjithë në të shtëpi, ajo dhe burri vet, të dyja. Kur jam martun nese mose në fillim, jemi njoftë faktikisht edhe aty në kish, e qysh tek. Kemi qenë me fjalë edhe me i ven, po bashkë mirë nuk e kam njoftë, se unë s'kam pas hyrje dalje me familjen e këtyre. I kam njoftë që janë pianeca, 3 vllezërit e mëdhej të burrit tim, janë pianeca në kulmit që këtu ma kanë për shpirtin, e kur vje funi, kam vujtur në zemër, si thot edhe Bibla,
të afrojmë një të smur, të bëjmë një respekt, po ishte krejt ndryshe shpirt. Krejt ndryshe. Se aty komandonte jeta me burrin. Ikte nga Elbasani ajo, vinte aty ke nona vet, ajo nona vet e shkreta. Ajo rejke dhe për i cigare, se pike cigare në ajo e pike. Kur vje funi, unë kam pranu më shumë hajtë se këj funit unë e kam burrin Flori. E kam burrin Flori, as ma pinë cigaren, as ma pinë rakim. Kam menu vetëm për vjerin edhe për Elcën për Nafien që ishte smune. More vesh. Edhe sa do kam nejtë edhe në fejes, ajo i shkret ashtu e smur, vinte ati ke shpia ime, ku isha unë veqare ke prindë e mi. E merja, e laja, e pastroja, e vishja, se më vinte keq. Më vinte keq. Kur vje funi, e më vinte keq edhe për vjerin. Vjerin e kam pas Flori, ja për këtë kisht lasht qëftë beku, kush e besonte, që e kam pas Flori, nuk ka qeni smur. Të smur e ka bo jeta. Të smur, që nuk e lente rahat, ikte nga vjerra, ikte nga burri, e përzeshnë ata ku di unë si ishte problem të me burr, me vjerri e krejt. Ajo, po thuj se vetëm aty. Se më ngellë është të zane vitin e parë, kur u martova, në mrena 20 ditëve, ala pa mush 20 ditë që kisha ngellë shtatzane, burri im ka pi kokrat të i zeman, ka pi kokrat e Elcës edhe të babës vet për me vdek. Edhe më ka shkryt një testament, ka shkryt një letër, më ka lënë dhe nazën e vet, Florinit, edhe orën, po, mos i paqa 3 fëmijë. Po të bëj be. Ka heq ato, o nazën e orën, e mi ka lënë të koka e gocës. Afroditë më ka thënë, mu edhe se më gjemë gjë edhe se vdes, ti marto, po gocën mos e shon nga durt. Nuk e harroj dërsa të vdes se ke shpëtim një gjallë. Se shpëtimi do bënte vetë vrasje, se që nga e rëndë kjo? Po, se vetëm nga jeta, sa kam lindë pasaj gocën e parë, sa kam lindë fëmin, jeta u që prejnë Elbasanit të i thënë anës vetë. Ndaje, direkte, ndajmë vete, shpëtimi ishte që unë i funit të zemën. Pse më nda, a ishte një turp i madh më nda, nuk si a funë për ata shkova. Se po t'ishte për ndryshe, a ishte kështu se komandon të ajo, po nuk e kam ditë, po dhe burimi është shumë i nyt, se nuk më ka kalësu, se ajo komandon të aty me burë të vetë. Mua mashtruan, se unë qëllë, s'kam dashtë me shku atje. Kur vje funi, pak në vash, i kuptova. Hajde dhe, ma dhe pjanecat, këtu ma kanë për shpirtin. E po, kur kjo i thoshte vjerës, ndaje, se kishte hallë me marë, këta di unë pasurie, shtoj që pensionet, a e ka pas më shumë për kenafia. Me manafien, për me që me lypë në Greqi. Unë nuk i kam ditë këtë sene. Nuk i kam ditë. Nëse jeta e ka bërë këtë gjë me motrën e vetë, që është me sindromën Down, kjo është shumë e rëndë, këtë të nxjerrësh motrën për të lypur. Për këtë zot, për këtë kryqin që ose ke besë. E kur vje funi, ky i piu këta, unë e kam ratë testament, edhe kam dash me thirë 129. Kardaja vetë, urgentisht, kardaja vetë prej, kam një vlla në Londër, edhe i vllai në Londër, ka dalë shpejt atje, e ka thirë dajnë e shpëtimit në telefon, urgentisht se një pilot o i të ikë të maru. E mirë, ne se kemi qumë atje në spital, e më thot daja e burrit më shpëtimit, nuse, ama je pak atë letrën më thot se ku ashtë, do të amjullim mrena për mrena këte punë. Edhe është si me motrën e vetë, me vjerën time. O i motor i tha, ajo ka ime në ryve, ajo është në djesë pas, të preftën paqe, e kam pas shumë të mirë, nuk e them se ka qenë keqe, të keqe ka bo jeta, vjerën e kam pas Flori, kanë qenë edhe kunata tjera, po sa ka mujtë e shkreta, sa te e mysin, a i kunati tret e ka raf, e ka torturu, kur kam shku në mëson atje, më ka thënë, oj nëse kam pritë thyne. Edhe vërtet ashtu ishte. Nuk e kam besu shpirt, nuk e kam besu, se burri im është një mashtrus, nuk më ka tregu vërtet, se kur nuk shkojsha në këtë familje kur. E i kam rapi shman jetësim ku jam jëtë.
Nëse më, sa I vinte gjithmonë edhe kunati dytë, kunati madh, shik më ndryshe I shkreti. Më ndryshe, se edhe I ka vdekur pas të ndjes, kunatën e madhe, nusën atje kam Flori. Flora e ka emrin. Flora e kam shpirtën zemër. Ka qenë si pur, të gjitha kunatat I kam pas. Flori kam pas, me fjalë them në krahun e vlezërve. Nusët e vlezërve. Kapit? Po. E kur vje funi, po me motrat e shpëtimit, unë kam qenë gjithmonë e largume, se vinin vetëm I uzinin, fusin hund me vjerën uzishin, u bojshin, krejt, nuk e di unë që kanë pas, ata kanë pas gjithë për gjelozi për me për respektu, unë si nuse funit kanë dash respekt gjithë, sa kanë pas mundësi, jau kanë kry, jau kanë bo, ama, kur shikoja që filloni vetëm me uzi, kishin me vetë të hangër, të uzije, të bo, gjithmonë nëshë, fëmijët e mi edhe I kjo largoja. U largoja, pse? Të shmangja sherret, se nuk jam kam qenë I familje tjetër, kam qenë shumë I qetë me shpirt. E qartë, e kuptoj, por ajo që jeta deklaroi, e dashura Afrodita, ishte që shpëtimi, ajo nuk akuzoi vetëm shpëtimin, realisht, jo vetëm vllajin shpëtimi, por dhe motra dhe vëllezërit e tjerë, edhe ju, si nuse, ju akuzoi që ajo nuk ka akuzuar më shumë. Që ka thënë e ka përzën nusja dhe fëmijët nga shtëpia. Po. Kur mbot. Ti tani unë do të kthehem unë ty tani. Ti si shtet, si ligj. Se unë herë do kur me ma pru Krishtit marën, unë do vi do kap spakun. Do kap spakun për jetën. Edhe kur para se më ardhëm këtu në Itali, e kam lënë vjerën në shtëpi. Po. Jemi taku me paqe, me harmoni, si gjithë nuse. Si shka lesetin e vetë çdo gjë. E qartë. Kur vjen ky vllai I tret, edhe vllai I dytë, shkojshin gjithmonë bym të rrafe të dhunos, po jeta këto nuk I ka treguar aty dhe nuk ka kërku nim për na fjen për këtë sene, po ka kërku, kjo nusje e ka përzën për jashtë edhe 3 fëmijë, edhe ky vllai ime është pa shtëpi, e ke audiot aty ato shqisimet që ka dalë atje. E qartë, ka qenë live, I ka thënë të gjitha këto. Brava. Ajo, shikoj sa e metë është prej truve, kur ka thënë, e kupton kë vllajin e kam pa shtëpi, a ka ardhur me zemrën me kërkunim për shtëpi për vllajin. Që ky vllai e rrafi nënën, e ka rrënë. Po pse e rrini nënën kunetrit? Për çfarë se rritin? Atë zanat e kishin ata. Pse nuk ti ka tregu shpëtimi këto gjona shumë gabim që I fshehin. Mi ka treguar, më tha disa detaje, më tregoi shpëtimi dhe u shokova, por gjithë ajo që jeta hyri në live me mua ishte ajo kërkoi ndihmë për na fjen. Se nuk e mbante dot dhe ju askush nuk kujdesej për na fjen. Që unë besoj që të gjithë vëllezërit e motrat e kanë detyrim këtë gjë. Dhe jo mund të ashti, këtu më rri, ti të falimineri, dhe zoti shnetin kudo që t'jesh, se ke po mirë që më ke marrë mu, e kur vje funi, kur ka vdek Vjera, para se të vdiste Vjera herë, Vjera ishte në shtëpi, e la mirë bo, shkojnë të kunati e rrifte, ky I treti, bym, që ka të prim. E kanë shpëtimi, unë kam qenë badante, të rujt plakat këtu në Itali, 24 orë zemën, që 8 vjetë e gjysë nuk ka pur nesh kush, që në këtë vend ku jam unë, as një sekund dot. Me ne 24 orë edhe e mund me ditnat që mushja jastikun me lot ma fort, se sa me gjumë. More vesh, e kur vje funi, burri me qa pojke muj për muj, shkonte në Shqipni, mirë të herë policin, herë njonin, herë tjetën, për me e shpotu nënën. Kemi marrë punëtore, na I ka largu. Motrat e shpëtimit janë motra, që kanë futur lapën punë të vllaja. E madhja e ka emrin Servete. Jeta, Vali, po ti ka zojun, këto treja. Përveç se një lutfie, e kam emrin motra e dytë, një lutfie e Tiranës. Ajo e shkreta sa kam pas mundësi, asaj. Këto janë 10 fëmijë. Nga 10 fëmijë që janë këto, unë sot për sot, nga raca, nga fisi burri, vetëm 2 respektojnë. Përveç se Flora, punata madhe, dhe që punata dytë. Që hynë dalin në shpitime, se të tjerë janë vu me kryq,
me visë të zezë, si që thot dhe italiani këtu. Isanero, capito? Si u ndat ju me jetën? Do të thënë çfarë ndodhi që ju ndat përfundimisht dhe nuk flisni prej vitesh? Ja këtu është problem. Kur në moment pasaj kur ka shku shpëtimin në Albani, që e shpëtoi nonën e vetë, muj për muj, 4 vjetë që këtu shpirtin me buke, pa buke me bimu shpirtin, si kam rritë këto fëmijë, e kur vje funi, më mirë e gjetëm dhe punëtorin, janam në vjerës aty dhe në fjes, o qumas në kjo jetë, me gjithë burët vetë, me fëmijët e vetë, e kanë marrë plakën, e kanë shumë gjoja në spital. Ndurës, kur e kanë qu atje, jeta me burët vetë, ashtu nuk e di, kur e ka marrë vesh, unë veç jam ngri, krisht që ashtu po me këta ropë, me të ropë fujt. E aty, e ka marrë prej spitali me gjithë panolin, e ka qu me autobus në Gjermani, vjerën, me gjithë në fije. Mamin dhe motrën, po. Po, kur ka shku atje, ne se punë të tyne, se unë nuk u mirë shaman fort në momenta, vetëm që këtë pytje e kam favoritim. Si e ka marrë vjerën nonën e vetë, unë jam nuse në shpi, ti e djerë, palinën e të dyve, si e mori, kujt i tha, që është kjo kriminere kjo që po vjetë kështu halang, edhe akoma ajo e vdekun, e pavarrosun, akoma ajo femër kërkon që me e shkaravit këtë grusht plake, nese, ikën. Kur vdiq vjerëta, ja kalon me amanet, motrës së dytë, kjo Lutfia e Tiranës kush kanë qenë atje, në qoftë se nuk e mandot shpëtimi me nusën, se këto janë Itali, le ta maj vllai dytë i shpëtimit Fatmiri. Vllai dytë Fatmiri. Po. Si, edhe kur kanë shku me fjalë atje që mas vdekjes janë mbledh, këta kanë pas menjen për pasuri i zemën, jo për me majtë në fjen. Aty mëste i them burritim, nisu tani, shko në Albani, se ne mi kemi qenë të ndamë. Nisu tani, se e bon të jeta, gjithmonë, ndaj. Në ndahë pas taj vjera, ndam, apo gjithmonë me një borë më vete. 15 vjetë kam jetu unë aty me te. Për mua e ka qenë flori, po ka qenë jeta që ma shkatëri. Familjen time dhe aste. Ka qenë jeta me burët vetë. Kur vje funi, i kam thënë burritim shko, hidhe në fjen e mërton, tani kam 3 fëmijë, tani kam 4. Do t'i vej një kryq, tamam me shpirt zemrës time, dhe do t'a mbaj sa t'jem gjallë. Boni që mos shpëtimi e gjeti numrin e saj, se nuk na përgjithë të mon telefon, na u fshefte zemën. Kur vje funi, kjo mos nej, mener na dha lloj me hangre me pijë. Lafet ma të njëta ma pista, sa s'kishë, sa ashtu e kishë për raca jo. Se ishë mësua atje me ato të basanit. Ashtu e mësua të që flasën fjallë pista, loj prej këjë sajna, unë vetë aty kam në gjumë. E kur vje funi, i kam thëtë burritim, a kjo është motra, e kjo është amaneti non state që unë me ta majtë motrën? Unë jam bje hujmi të gjitha. Unë po e bëj për shpirtin tim, për respektin tim dhe si një fëmijë Zotit që jam. Si që thot Biblia, të ndihmoj, jo me shkatru. Kjo ka koma me me shkatru. Pastaj na ka thënë burë gru, nuk keni punë me ju me na fjen, sa t'jem gjallun, do t'a majun, dhe nëna ime e me kalën ke mua, nuk e kalën ke asnjë, ke juve jo. Okay? Edhe tash në spital, edhe ajo e kam i qua aty kur ka fol, kjo i jipte na fjes kokra për mua. I lakçet, sa ajo është gjysërobje antikapake, sa ajo i miste vjerën të rraf. Por edhe kur vje funi, me mu njeri me mu ka jashtë mase, asihera, a me usia qështë, njeri flisja unë, dishëri, ajde këtu. Ma ka rrit djalin me shpirt. Ajo ma tunë të djalin djetë, nuk ishte fort e smut, po të smut e kanë bëkta, se e kanë raf, e kanë torturua shpirt. Ajo është afisë të kufizuara, është Romondaun. Po, të kalzoj unë, të kalzoj. E vjerën e ka qenë i smut, po si knafia,
po me mua ka qenë Flori. O, Krishto, shëmjeshe. Në fakt, ju u bë shumë vite që nuk... Sa vite u bë që me vdekjen e vjerës ti nuk ke asnjë lloj kontakti me fisin e burrit? Ja, fare, më smirë më me asnjë. Para se të shkoj që me bë operacion, e kam shku, e kam gjetë, më kam pas mitrën jashtë me zemër krejt. Ashtu kam shku një që s'm ka plasë hemorragjia dhe rrugës. Sa kollaj me ardhë nga Italia këtu atje me avione, edhe para se të shkojsha me operu, kam shku e kam kërku ku e ka shpin ajo jeta me takuna fien. E kam takuna fien, i kam lënë qa kisha për qef me lanë, ama leke këshu, gjithi kam këshu. Motra e vlezër, nipa e mesa, sa kanë pas mundësi. Po është një hajtute, një nyt jeta. Dhe në qofë se keni mundësi, Pash Krishtin, a keni Zot mërë që besoni, shtrije një dorë në zemrë, shko merja hiqa prej durve, qojnë shtetë zemra ime, edhe mere kontrollojni juve atje. Është ma i qetë, edhe unë këtu, se unë nuk jam e zoja më ta maj. Unë ma futi kancerin jeta. Po shtysa të shty më të është për vete, me janë dorë të Krishtit. Dorë të Krishtit. Me jetu sa ditë ju më ka dhënë Krishti, Pat që jetën e gjatë dhe mos e mendo kështu, Zoti të dhënë jetën e gjatë. Amin. E dashur, Afrodita, se nuk dua që të mbaj gjatë, por dëshiron të japësh një mesazh kunatës tënde, ajo që ta akuzoi? Preja saj, një gjë këtu. Preja saj se e kam një gjukunatën dje, të qaj të vërtit kjo e Tiranës, do shkoj tha, o zla, fakt, do shkoj jeta, tha do hapi gjyq, se për Elsën, pse duhet me pagu gjithë. Buritimi kam thënë, leqera s'm ka pyetur mua herë fare, se e din që unë asë kam problem fare, po japin një të huj me shpirt po japin. Po hedhim ofertën në kish, sa po munemi të hedh atje, le mo për Elsën, që kemi robin e shtëpisë. Është një fëmijë, është një fëmijë. Kur vje funi, asaj nuk kam për t'ja bo halal sa të ketymrin, e mallkoj me shpirt, u shuft, Krishti zbrit, shente gjana pentekoste sudime. Krishti zbrit, dhe e bjekte për vrafë, se ajo nga shka të shpinë. Pra saj kam këtë verem, po kur e vladi më se paft me sy. Ku ndëf nga burrit sopa u grifshin e sa ka tof. Jo ka të rënda, martime. Me shpirt. Asaj uroj vetëm këtë. Pse nuk më ke kërku mu, kur ajo ka thënë këtë dëshmi? Ke po shumë gabime të ti. Prandaj të dyja sot këtu, që të dëgjojnë edhe ti. Unë me anë televizorit ta kam marrë këtë numrin e Albanis aty, edhe kam kërku unë ty të kam kërku. Çfarë është kjo nam t'i hapi? E kujtëm hapi dhe mu. Me nërja kam rrujt më edhe nonën sajna të e majtë kështu, se kam da se kam shpla nonën time, se kam pa nonën e sajna. Po Krishti pafte pagoft ke jeta. Orientisht si shtet, se jeni shtetë me të vërtet, veni dorë, ajo le të vazhdojnë, le të hapi gjyq. Po unë gjyqi me po me vëthirë, unë do shkoj të marrë spakën dhe do t'ja vej hekër. Për këtë dëshmi që më ka vendu mu dhe fëmijët e mi, që ka përzën nusja për jashtë, dhe fëmijët kush më dha mu. Kur unë e kam kërku, burrin e qova atje, hodhim familje, hiqeni shpejt regjistrimin e sajna, bjerni këtu, o po shesh për ne. Tash, ajo ta aksoj, për mua është e vdekur. Nga qnafia, të 4 matrat dhe të 3 vlezërit e burrit, gjithë raca burrit, përveç se kam respekt për një motër, për një kunat të madh për të Florën, me fëmijët e saj, edhe për kunatën e dytë, se më kanë torturuar me shpirt. Ti kalojnë motrës, e kanë plasma me vate. Ja kjo jeta bukur. Orientisht ja hiqni dhe çojni në shtet. Ka shtet më se. E dashur Afrodita, të falenderoj që të pata sot këtu në këtë live, të uroj shumë shëndet dhe jetë, sepse je sëmur, uroj që të gjitha këto konflikte të shuhen, të gjetet një zgjidhje mirë për Nafien apo Elsën, siç e ke thënë. Se një ditë bardh s'kam pa në shtëpi time me fëmijë, djalin e kisha djalin të vogël, që është 3 muaj që ka pi djalin, mu i dhru gjinin vetëm nga pjanecat, nga ropë të nytë mëj, se kam vujt me shpirt, me kam vujt. Shkusur kisha unë që isha nusja funit, moj. Edhe kjo është kriminele. Kjo është kriminele. Bilesa se ajo me po me hap gjyq, unë jam e pare që do të çojmë dhe do t'i them, do më kthesh
Damin lekët që pse ke dëshmu falso. Urgentisht na fien t'ja hiqni, shojnin shtet. Unë uroj të bëjë të mira për Nafien, uroj më të mirën për Nafien se më dhimbset historia e saj dhe gjithë ky konflikt me smokën dhe vëllezërit. Ajo e limë dhe fitu e torturumaj. Është e rëndë. E ka kapurrimaj, e ka kapurrim fëmijën e saj si për sajna më atje në Elbasan më. Po aty ka kapurrim këto rësi. Nuk ti ka tregu se i vjetësor. Kjo ftyrë është jeta ullqimi. E ka shuke vllai atje në flak ke Fatmiri, ka i dyti, e ka qeta Johanna, e ka emrin goca Fatmirit, është në Austria e martume. E kanë gjetë pa hangër pa pimoj, e torturon të më. E ka marrë vetëm për interes, me të e shqit e të e përdonuaj. Është e dhishme dhe se ke një zemër, një shpirt me të vërtet që animon ro, merreni, hiqeni urgjentisht nga dora, çojeni majën kontroll gjithmonë, a ka shtet më vlla. Çojeni më ndërshmërisht. Nafia është në një qendër, aktualisht është në një qendër, nuk jeton me Është në një qendër, po jeta i ka futi gjithë nipa me sa motra vëllezër me sor për me detyrim për me pagu. Çfarë pagimi duhet të ketë? Kjo e ka hangër ato Nafien, edhe nonën e sajna. Nona vetë me këtë ka pas gjitha. Lidhje çdo gjë. Kjo i ka dorëzuar çdo gjë atë lekun. Uroj të bëjë mira, Afrodita. Dhe kjo nuk e ka për detyrë fare, ti urdhëroj nipa, mesa e qëtë gjithë. Dhe vëllezërit se kanë le t'i japi, se nuk ka, ajo që ka marrë për sipër, ajo le ta mbajnë, le ta gësoj. Se me nërmë ka vanë mu të shurë mu, me hangër me burë, e me fni, jo s'ta ka lënë të i Nafien, po ma ka lënë mu, e sa ti më njën do t'a gësoj unë. E gëzofsh pra ta shti, mbaje, i kam thënë, adio për sempre i kam thënë. Lam të mirë për gjithmonë që edhe fëmijët e mi nuk du t'a shofin mos i hallë. Fëmijët e mi nuk kanë as hallë as gjaja, as një mos kanë, përveç si një kunat të madhe, atë Florën. Nuk se në kunatit. Afrodita, unë të falenderoj, do mbetemi në kontakt, të uroj shëndet dhe jetë dhe u bëftë me mira për Nafien. Të përshëndes. Ju pa të shnosh. Ju pa të shnosh. Faleminderit shumë, rrosh që Faleminderit. Kam pa e të kam një zanë, se jam lutë Krishtit edhe Krishti ma plotësoj dëshirën që kisha. Faleminderit sinqerisht. Fëmijët e ti nuk i lënë në errësirë, po Krishti në zjerë në dritë. Dhe drita më plotësu. Mirë të dashumishe, kemi ardhur në fund edhe për këtë live, uroj dhe shpresoj të bëhet me mira për Nafien, ndërkohë urojmë që mes vëllezërve dhe motrave të familjes Berisha të gjendet një gjuhë e përbashkët, pasi fatkeqësisht e theksoj, pasi ata humbën pritin nga kjo jetë, nuk flasin më me njëri tjetrin. Kemi ardhur në fund, ju falenderoj që më ndoqët dhe ju deri në fund të këtij live-i, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju e dini, jam live ora 10 me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.